lista që na ka dhënë dorë. S'ta harrojmë ne. Me këto. Qa du Ta bo? ke bo, si ke qenë? Ish, të ndajt, si qa du bo? Ish mirë. Ish më ja të bëni, fillova me këto, intervistat edhe se kësha lënër. Thasht filloj erë, burse unë me këto jam njof, qatë ngella vetëm lule. Shumë pas ka ty, man. Po quna 3500 veta, shpërndani qojni 5.000, pëse s'nisi pa 5.000. Shpërndani pakër. Pyetjet I ka bom gjitha rëpt Arkimeti, kam për ta çudit sotër. Me pyetjet, me si po e presër. Sporta. Ngelen Majo Kozak, bravo të qoftë. Majet du me panë, Rëpt atërët, më për kokë familjes, unë nuk e thash me kuptim të keq, për kokë djalit të lasë. Pas po ta them për kuptim të keq. Jo, atërë që të patë, më rëpt të mëgatë pa ta thënë, a kuptan nga që thash tin, po kështu që, po gjasë të t'i gëlloj keqë. E kuptova unë I shkreti më mrapa tash, qa kam bërë? Po se ti e di që sa kam thënë me ashu. 5K, hajtë krejt, o quna 4.000 edhe 1.000, aje gati Arkimet nisër. Po qa du me nisi, Si? Intervisto vlla, me të marrë pyetje, me të pyet pak për ty, për gjonat, albumin, gjonat e tuja, qa ke bërë, qa do bësh, bashkëpunimet. 4.500, edhe 700 veta, o qunarë, 5.000, 5.000. Ku shiko, ajo. Ka me të pyet për ta repera, du t'japësh mendime. Mos më fut shu sikletër, se e kam bezdi jo Kozak. Jo, nuk do të fut sikletën me vllaj, do të pyes shumë pyetje, si të pyesin në shtëpi. Pse kështu pyetësh do me bo? Po pyetje tamam vllaj, jo pyetje me. Po çuna edhe 100 veta duhen, 5.000 veta shkoj. Shkoj. Aje gati, atë nis vllaj. Ti e di vllaj, ti në mision ta ti da më. Dakor. Pyetja parë është, Kozak thot pyete pak Arkimetin. Si ke kontaktet me Noizin? Pyetja parë. Pyetja parë. Kozak, e di edhe vetë ti Kozak. Unë e di, po du me të pyet tani. Apo je kurios? Jam kurios. Njësoj si që kanë qenë. Bashkëpunime, keni më? Kena, do më thonë nga albumi I fundi që ka qenë, do më thonë si na pa që nga albumi që u futëm nga Akshimet, do më thonë u bojnë 8-9 muaj. Në më ndeshë të bojnë muzikë që s'mund. Okej. Kozak të pyete pak Arkimetin, pse ke bërë pausa me koncertet? Po du me dalë rallë, Kozak. Tani filloj mas mujit Ramazanit edhe në Tiranë du me dalë pak, si që isha të me gjigu para 2 javësh, në Tiranë du me dalë pak e sak. Kozak të pyete pak Arkimetin, ku I ke punuar muzikat që ke bërë të albumit? Qa studio? Në Roma, Kozak, atje, kur rim ne në Tech Pro Records, atje kam bo albumin edhe këtë që do bëj tash. Të 2 albumet. Po vlla, ata hapim këtë lojën se na çojnë live-in më rrop shtëpi, të na shojnë me 7.000 veta live, vinë gjithë edhe tu na kërkurën. Dhe çaj hapi lojë këtë po. Çfarë po? Mon pranoj se më çojnë live-in në Ngelatri, jo vllai, më rrop shtëpi. Më thonë, shojnë 7.000 veta, gjithë ata turrën tani. Turrën uçërit. Edhe? U Kozak, po, ka ke qenë, o vlo? Nga ke qenë? Isha atje pra në Gjermani. Koncert, Ate, fullër. Full, si ishte tash një O vllai, po ishte 40 euro hyrja, por tani kush jam unë me pagu njerëzit 40 euro hyrja, o vlla. Unë s'jam rikëros, o vlla. Po ishte shtrenjt, në mërë. 8.000 veta live, po shpërndani më qojni 10.000 rap. Ma bëni qefin rap. Qojni 10.000, ta kem 10. Kjo është audiencë Arkimet, ty është bësh muhabet tamam, të kesh audiencë reale, të bë muhabet si rob, jo audiencë palachos. Qojni 10.000 rap të motra. Kozak sot pyete pak
stresin, a ke pasur ndonjëherë për shembull hatërmbetje me Semin, së 4-9, që kisha kam pas një intervistë para 2 ditëve. O Kozak, nuk kam hatërbetje, unë me pas të tërmbetje, dijet s'kam hatërbetje me asnjë Kozak. Nuk kam punë me asnjë vaj. Thjesht, Dakor. më fnej gjumë, pak, për më qosh nga gjumi. Arkimeti. Kozak, thot pyete pak Arkimetin. Arkimet, cilin ke bashkëpunimin më të suksesshëm te albumi që ke nxjerr? Të albumi që kam nxjerr, ka qenë të këto dyja, ajo me Zinin, ajo Mama edhe kjo internacional. Sa milion ka shku me Zinin? Po ka shku 1 milion Spotify. 1 milion Spotify, po në YouTube? Në YouTube edhe në YouTube njësoj. Sa është ka qenë me lyrics, sepse s'kishim kohë punë në klipeve janë ne edhe çum ashtu edhe ashtu shkojmë me që albumin e nxorëm mirë në Spotify, Kozak, pastaj nxorëm kongët më vonë. E pom Spotify një. Si ka këto pagesa Spotify o Arkimet? E ditë Kozak, pse po thot? S'ma më rëpshi unë se di çka lekësh ka marrë nga Spotify bu. E ditë se ti ke këtu vetëm Kozak. Kam punu, pas kam marrë një lekësh. Rëp qa lekësh e kena marrë, mund të kena marrë $500. Të s'ke morë më Kena shumë? marrë lekë, jo. Po $500, them, po ku t'i qonë sa mund të ke marrë, burë, se unë s'kam një shikueshmëri në muzikë, burë. Dëgjoj, me Spotify duhet me punu Kozak non-stop duhet me punu me Spotify. Sa lekë t'je për 1 milion? Spotify, Po, jep 3.000 euro. 3.000 euro. Okej. Kozak, të pyte pak stresin. Kur e ke ndërmend që t'lesh muzikën? Ha? Jo. Ja, Kozak, kismet zotit, vitin tjetër. Vejare i vita, vashti. Ti tani jetu nxjerr gjithë të albume, si të legon. Ja, masaj verës tjetër, Kozak, kismet. Jo me dalë mosh, të prem të shtunë, po me dalë. Me shumë në të koncertin dalë. Ti të shvej kapuqin e të. Bravo. Po çuna dhe 1.000 vetëm duhen t'i bëj 10.000, 9.000 janë, aman shpërndajeni pakër. Aman shpërndajeni pakër, 10.000 veta live, shpërndajeni pakër. Interviste forte Arkimet me ty. Rob. Kozak thot pyete pak Arkimetin, na trego a ke ndonjë bashkëpunim me ndonjë femër të estradës? Kam Ne bashkë. që s'ke po më. I kam të këto kongët para verës, po është shumë herët me folë për këto. Sepse këto premiera do t'i kem ekskluzivisht kur para si me nxjerr albumin, s'unë t'i jap ty këtu në emision kaq herët. Po me këtë Morenën. Nuk e bëmë në muzikë me këtë Morena Tarakun. Morena tash është në për filma botëror, Turqi ka punë me filma, me Nuk non më, ha? Vaja së muzika, po. Ka vesh për hobi, ka punë shumë në shumë të ndaja së muzika. Okej. Kozak të pyte pak Arkimetin. Arkimet, si të duk disi që i bëri muziku vetes? Qa mendimi ke? Po të vërtetën Arkimet, ti je tani du me ta bë këtë pyetje sepse ke 20 vjet që je këngëtar dhe je ke pa e ke prite për cilë dhe du po du t'ma japësh real, jo të të vërtetën vllai, si të duk, se ti je reper vllai, je me eksperiencë. Shiko, ka dy gjona kjo punë, si që shofën e një do guxim, me bon ato ndaj vetës, dhe e dyta mendoj që ka gabu. Pse mendoj që ka gabu, se po edhe ti Kozak nëse ndash për shembull, mos u ndaf shkura, kupto.
ti qofsh për jetë për shembull apo tjetri ndahet skeça del aty tash me për shembull mendoj unë me fol për partneren, jo po kështu ashtu ec përpara, kupton. Edhe me qenë shumë keq, edhe për shko shumë keq duhet të jesh si publiku duhet të thasësh fjalë më të mira pas na. S'na ka hije. Si që mendoj unë, me atë që ke nda apo ke nda krevatit skeqa del me shame, po, kështu si mendoj unë, tash se cili ka mendimet e vetë, unë mendoj që është gabim. Unë jam me ty vllai, i pajtohem këtij lloj mendimi. Unë se kam besu me rëfie, kam kujtu për me ajirë. Se cili ka mendimin e vetë, për shembull, unë mendoj ashtu, se cili mendon ndryshe. Ti thu që nuk është e drejtë. Unë mendoj që ja, ka shkuti unë. Arkimet, cili të duket reperi më i fort i Kosovës? Një emër do ta thush. Reperi më i fort i Kosovës. Po. O çuna dhe 300 veta kap 10.000 veta. Shpërndani më live-in. Shpërndani ta kap 10.000 numrin atje se nuk rrit dot me 9.7. Aniza? Kush është reperi më i fort i Kosovës? Më i forti si, domethënë që është për muzikë. Për muzikë po seriozisht, jo tallesh. Normal. Nuk ka shtede to kozak me e thonë se Kosova ka shumë reperat fort, për zotin. Po e leto, se shpi, se njoni është më i forti. Në Kosovë? Po tani ka lloj-lloj, do ka sukses, për shembull ka shumë të fortë që paguhen më. Vllai, njoni që është më i forti për momentin, vllai. Për momentin. Si që mendoj unë për momentin Kosovë, që më suksesin për momentin se Ledri s'ka për momentin. A kupto? Ledri, ja? Po, për momentin. Flasim për sukses, a kupto? Unë e flasë si pas eksperiencës, si pas momentit, a ka kupto e këshu. Do më thonë. E shumë lartë, Kosovë. Po ti stras, a ke këngë me këtë Ledri? Jo, kena pas dikur ku kena qenë, po shkojmë shumë mirë, nuk i dije, po shkojmë mirë shumë. Me që s'keni bëni muzikë bashkë, da? Shiko, konga nuk bëhet thirrë telefon, hajde se i ka bëjmë i kongë, se nuk linë konga shumë. Konga linë kur takohesh, e bo muhabet, ose në studio, qilla, ne. A nuk e taku në herë me ta? Po mërë vllai jem. Lumi bija më foli për ty shumë, i kështë fol mirë më mërë. Djali mirë shumë ishte. Edhe kongët më të këtë, rëpë të motra më thamë, ka fol stresi për ty, tha mirë, tha. Rëpë të shpi. Edhe shumë djali mirë, kalova mirë me atë. Në mba që flasë mirë, unë se më kur za pija s'li një qafë poti, unë gjithmonë drejt. Jo me vlajnë, tema ku kam fol një herën për ty. O, një qeta! Përgjësi. Erdi një qeta. O një qeta! U ktheva me emisione, me ju grabit famën, se më patëra fama në tokërë. E mërë pësa. Okej, Arkimet, me kë këngëtar do t'i kërkoje një bashkëpunim? O El Parubi, ku je o Pablok? Bashkëpunim? Po, me këtë do bëje një bashkëpunim që do kishe qef. Me në një që se ke bë. Du të me dit, du të me ronë firë kozak, se sot du të me dit edhe me ko duhet me shkue, se ka herë bo bashkëpunim me një shumë suksesshëm edhe nuk është ajo gjoja që kërkohet nga këta dy repera për shemë, dhe nuk e di, nuk është se, nuk di që atë them, nuk kisha preferu dhe më thonë, s'kam kujti thëmë kuptimin e fjallës, nuk... Më mi me një që mund t'kishe, jo, për shumë që mund të bëje një këngë, dikush që më thumë, me këtë këngëtarë kisha qef të bëje këngë për qef. Qef të bëje dhe i jo se këngë, me Emiliano.
O Alban, o Bablok, ardhi shoku im Albani mreti, do ta pi me eks për ty Alban. Shikotero, të sot të piqe, o. Dhe këshirëp të piva, o Alban e piva në në motra, vesh për Albanin. Kozak thot, pyte pak stresin, shne që këto ko nuk je bashkuar protestave. Jam gjithmonë aty. Rëp ta ke qenë. Ta ma men kur vija unë me ty në për protesta. Qeni vogël atëre me kuc me moja. Je shumë Çdo pjerë. protest se ka qenë kjo, që una kam qenë dhe unë. Okej, Kozak thot, A ma men kur vishe në Itali mjekshë në për koncerte, vishe spat. pat në madhër. Në Ojë, koncerte. pat. Në shpije, në koncert Torino, kënë Torino, në koncert Rimi, kënë Rimi, Kozaku. Jo, merte rrët Arkimeti. Për heri thoshte futeni të kurritet e dhoma vetë atjerë. Po, foteni mërket hajdot. Rë pa ta ardhë herë të ty, rë pa ta ardhë tën ato lek të ble roba, i shkreti, unë tën lek të funit i bleva roba, se s'kisha roba, bur, se do E vijan disi pa të bonjonit gol me të bardhe, e di. Rë pa ta po gol me artë e ty në në motër. Okej, Kozak thot pyte pak Arkimetin, a je takuar kohët e fundit me Noizin? Ma Kozak me i birë i bjeton jetën. Me ta pysim më vlla se që me bërë. Komunikojmë kena telefona, Kozak, po kam pas shumë punë të mija, se cili ka punë. Jena shqyqër zotit fokuson punë të tona edhe. Kur njerëzit ka punë, ju bje pak mu pa, se kur s'ki punë, s'ki rrugët, bje ma shpesh. Tani kam i super pytje për ty. Kozak thot pyte Arkimetin pasi shumë repera kanë bërë filma, po ti, a do bësh një film? Flasim herë tjetër. E kam seriozisht. Po, flasim herë tjetër. Okej. Kozak thot pyte pak Arkimetin, a është e vërtet që nuk i blen klikimet? Po shkojlet pysin, kam qenë 13 vjetë arkiva shqip, Baldori është transparent, ai komprenari i ce, ata i nxerë gjithmonë të pysi, kushto, s'pa informacion, shkojt pysin edhe të regon ai. Prej 14 vitesh kam qenë kanal të ai, tash jam të foleja, pyteni herë, kështu, për emrin tim edhe ju të rego. Kozak thot pyte pak stresin për Lil Kolin. Çfarë këngëtari të duket? Kush? Lil Kol. I talentum. A je taku në jërë me atë stres? Po, Luan kur ka qenë orë, po. Kishanasi! Alban shetu bërë. Në në motër pa lida si që të qëtë Juana. E rriti lajkën të mi vetë, Alban. Shanoni, më. Rë patrin dhe kalon pyjtën gjyfë shumë dritë. E hongri Luani. Po Alban, ta pi dhe i gotë. Arkimet, pyetja tjetër është? Edhe i gotë me fund. Për Albani. Ja, ti rek me eks, më vdekshin rë për Albani, shive. Shive sa e kërë gotë. Shive gotë, se thu pasaj është bosh. Shive. Që mos me e pi Albani, është pa blok, bërë. Okej. Kozak thot pyte pak Arkimetin, me kë reper shqiptar ose edhe shqiptar i Kosovës nuk do bashkëpunoja kur vllai. Po
Si avle me thonë emër se s'ka me mro ndonjëherë. Po jo më dha se vlen, pse më dhan, çka ka? Nuk bashkëpunoj me këtë valla se s'm pëlqen, ç'a lidhje, nuk ka ndonjë gjë të keqe. S'kam Ti nuk po e ofendon, ti nuk isha bashkëpunu, se nuk përshtatem, nuk komunikoj, nuk... Nuk kam se s'kam se përmend emra se ndoshta të bie i ditë. A kupto. Me tyth. Ja, po ma jep ti. Në modër, unë vi direkt ma në stek familja, me të vënë seder, me rëp shpije direkt bëj këngë me ty. O Alban, o vlaj. Rëp ti kreti keni mu, rëp tën shok, tën qunat, rëp ti keni mu. Për herë, për kokë familjes, jo me të bëshjefin, po i keni mu për herë qunat. Nuk e i keq. O vlla. Po Zak thot pyete pak stresin për Olç Nazarin. Për Nazarin ton. O Nazar, a je këtu? Ropta, je ka shpi këtë qeshmen, ha? Ka shmik shumë gjona, shumë budalli ishe. Kozak thot pyete pak stresin, kush të duket reperi Mogango. Përveç miqve që ta mbash për mik, për shok, kështu. Kush duket Gango, vllai? Po Alban, respekte për atë Luanin, të t'ja pi dhe i go tjetër për Albanin. Kush duket? Alban, për ty tregota kam pita, dish Alban. Pa bra. Shkua, fjale madhe ganga, se shifë dhe bak. Vetëm fëmë nuk i dijet asjerë, nga kuptot. Me kuptime vllai, djali prapë të burr. Unë t'ja dhe një për Albanin. Po, t'ja fus edhe një për Albanin, se meriton Albanin. Ja dhe një, po t'ja bosh se i të pi bosh. Ko myrë të uzunin, vdekshëm, ka ardhë myrë të uzuni, Arkimet. Babloku. Së për lejtarë. Rëpë si djali mirë, për kokë familjes, djali thjesht. Tani, a do më këthesh përgjigje, vlla, t'lutem. Po marrë birrën tjetër për Albanin. Arkimet. Ha më vllai. Nuk e di o gazak, për zotin. Nuk e di, po si nuk e di më vlla, njoni më vlla, janë shumë, po ti thu unë për këtë, janë dhe tjerët, po ky është për mu. Akrepi. Hajde plasë. Hajde plasë. Hajde madha jo. Tani du me të pyet për këtë reperin e ri, ka dalë i reperi i ri vlla, ky Leo Masi, e ke ngjuar ndonjëherë? O, e kam një gjuhë. Shumë i talentuar është Arkimedaj, për moshën që ka. Po, inshallah njek muzikën edhe vetëm suksesin edhe fokusohet veç muzikë, jo më e rëndësishme. Do, na myti stresi, që na gjuni na i gjë të marrit. Okej, pyetja është, Kozak thotë pyete stresin, a do ketë më ndonjë bashkëpunim me Varrosin? Pyete Olç Nazarin. Osemi Dubai, ku je o bac? Ku është Olç Nazari? Sa është Olç Nazari? O bac asem, ku je bac? Okej, pyetja radhës është, o Lazim, ku je bablok? Pyetja radhës është, Kozak thot pyete pak Arkimetin, nëse nuk do ishe këngëtar, çfarë do zgjidhje të ishe? Ai që kam qenë, vllai.
Qa? Jo, unë them profesion, se tani ne e dim, rrugaç, gango, punë pista, them profesion. Qa me ndonë se do ishe, po mos t'ishe këtu? Kam pas as me profesionin kozak, përveç se kam qenë shumë i praftë, pastaj muzikë edhe kështu me radhë. Son pra është edhe me shit madh. Kam marrë mirë me këto punë. Po them që e marr, jo. Po mi për shumë pas ke filluar. Kena intervistë të bacë. Kena intervistë. Abla? Ishmër. A ke hongër buk? A ke hongër gjallë? U putje bëjë, të hongër gjallë. Pyetja rallës E është putje bëjë, të hongër gjallë. Arkimet. Po si është kena hongër. Po si është ka hongër të hongër gjallë të Arkimet, i pyetje kam tani të fort. Fol. Shumë të fort. Pyetja është, Kozak thot, pyete pak Arkimetin, kush është nga femrat shqiptare reperja më e fort? Po jo me majt krau shoku. My Crown, like, një është edhe ka qenë gjithmonë edhe momentin e akoma dihet kush është Tajna dihet. Se edhe Melinda është blindër, më e fortë është Melinda. Okej, unë ka mendimin tim, po gjithsesi mira janë të dyja, po fronin e mban akoma këtë tjetra. Po jo, ja ka marrë Melinda fronin. Ka shku Melinda ka marrë, fap ka ikër. Mirë, edhe Tajna mirë, shumë. E gjona që ndodhin mes gocave, do me thonë sot, nuk jam i fokusu me ditë ka bëjnë femrat kozak, po u jap mendoj une. A kozak. Okej. Pyetja është Kozak thotë pyete Arkimetin përderisa ka bë burg, tani është amnistia për gjithë çunat që janë tu u liru, lirim të shpejt i japim krejtve dhe dalçin i orën e parë për sa i bërë. I shonë ty po. Pse? A është mrena Sergio? Po Sergio Mimini. Ta thumë. Shqip që i kësi mesazh. Tu të paja, më vdek vlajë. Ta veta ke live a ne t'jem stres. Se nuk e... Premi. Le, thot me gjo, bac, thot me gjo. Sa veta ke live? 3.000. Sa veta ke live? Shku. 3.000, 12.000 kam unër. Ti këtë punë bo mërë kozak, ti kësaj punë e u, se më kësaj punë e u përshet. Jo, ti edhe me adres të re. Ti edhe me adres të re, ti. Jo, edhe me adres të re. Bravo. Okej. Arkimet, cili ke qenë disi më i fort që ke pasur ndonjëherë në karrierën tënde? Disinsekt. Ha? Okej, do të pyetje në radhës. Kozak thot pyete pak stresin si ka muhabetet me muzikun. Shkemi mirë, më shumë kam raportet mira kam me Getinja, do më thonë. Me respektoj se bëjë Getinja se kështu. Ajo taku në me këtë muzikë. Po më në kara shpesh, normalisht shkemi mirë. Se janë mirë kaqë. Se me Getinjën kam më shumë komunikim, më përshtyje të më në shumë. Për të kam qenë komunikim gjithmonë më shumë.
Ma respekt e ke fund janë vlezërve. Normalisht respekt. Nuk je taku në jero stres me këtë muzikën kurra. Po mor vlla jem tash kena rasti shpesh. E të thash respekt si për të getit, se me getin tash kam më shumë raport mira, kuptimi e fjalës jam më shumë i afrushëm me to, se sa me ketë. Në fundit tash të bëjmë vllazën edhe kemi respekti. Kozak thot pyete pak Arkimetin si e njohur me Lumi Bin. Nuk e maj men, ko shumë e gjatë. E një para shumë vitesh. Ko shumë e gjatë. Nuk e maj men, se si. Mos bëj shumë Kozak, se nuk po një gjë në ka vesht, kur pe. Kozak thot pyete pak stresin si ka kontaktet me Feron. Mirë, para 2 jave kemi qenë Tiranë, jemi taku, kemi hangër i darkë, me miq përbashkët. Kemi taku para 2 jave, kemi hangër i darkë. Shumë mirë ishte. A do ketë më në i bashkëpunim me Feron? Po dhe mund të ketë. Gang, është atë mirë. Qënë i mirë Feron. Arkimet, pse nuk e bërë në i bashkëpunim me Tajnën? Pyetja. Kuj dietës. Kozak të pyete Arkimetin, a është e vërtet apo thashe theme që ke këngë me Baby Gangun? Shikoj, jo, nuk e kemi, po kemi shumë plane me Italinë. Në gjithmonë atje, dhe më thonë, kur një nana aty në zonën e Filerdi aty me qunat, edhe tash kur t'i në Itali do jem atje, edhe normalisht do kem me repera shumë të folë italian, dhe rrallë. Do të merr një vesh shumë shpejt Kozak, para se të afrohet data lançimit të albumit. Po me Finemin, a do ketë në i bashkëpunim tjetër, se 2 këngë që keni hitër, Gazin, fund, për veti, janë këngët më të forta e morë, që ekzistojnë. Janë të fortë, janë tonë pavdekshme. Pavdekshme, Gazin të erin fund, jërë është ajo për veti. Ku ke qenë të atër, Kozak? Se s'moj men, ku ke qenë atër? Se dirë, ku kem qenë. Ti qenë të po atë klipin qike, si ke pas atë këngët. Jo, qike. Por, si ke pas, prit, dritë e belin qike. Ne vrike. Duhe me në, më super me të. Jo, kjo ne vrike janë kur ka qenë, apo adrenalin. Nuk e di u rëp të motra. Jo, ke pas një kështu nacho 2 me kile, cile ka qenë? Po, adrenaline. Ma, të esh për theve ti. Po qash për të do i futem saj muzikët të Arkimet, më rëp shpije. Po vlla, unë më gjo vlajnë tata, në flasim drejt. Po vlla, Olt Bylyku, a ka qenë aktor të Portokallia më zemra vlaj? Kush? Olt Bylyku. Po mera, i di me kënua. Po dhe unë di me kënumër, më vtek familja, kam nga 20.000 veta që më ndjekin live, o vlla. Kuj ka, ata nuk e shojnë 200 veta live. Po mirë, s'ka rëndësia jo, po una është e kam fam, jam 69 shqiptar me Arkimet, jam për show, mos pa them ti jam këngëtari i parë të bëjmë si ty, se s'bëjmë dot. Po këngëtari i dytë bëjmë. Dakja Records. Majni men, Dakja Records, alli. Me rëp shpije do bëjmë këngëtari. Dakja Records, majni men. Ja pra i bashkëpunin kam për ta marrë unë ty më vdekshin në rëp. Po do ma japësh ti do të vend sikletën ty më vllaj për ditë me rrop shpije. Ti ma jep i bashkëpunim të ma japësh vllaj tatje, por na jena shok që 20 vjet. Po, ai shef do të thon kur unë bëj kohë. Rrop tu ta kërkoj live tu para gjithë Shqipërisë, vlla më ndihmo me bashkëpunim më. O Kozak. A ke po për shkakun tu ti nuk ka tu i bashkëpunim si shok. Pa e na rrit bashkë, ma jepi bashkëpunim. Një gjë, a ke po për shkakun kur thirrën në këngë mua që fus për shkakun bashkëpunim është dikush që se njefti fare, që është bashkëpunim me mua. Am kupto. Po pra, po ti vllai tate?
Jo, po që ta dish. Po e di, unë po vllai tatë. E të kuptuar. Po s'pyte mu, pyte Angelën tek Pro Records, se ai është i letra. Po e di unë vllai, me di unë, se Ta them di unë, publikisht. unë di gjitha. E di që unë jam gjalp. Se di kam. Tani vllai tatë ti japësh i bashkëpunime, por ta kërkoj këtu publikisht vllai. Na fut në dhan në rrugë për tajmë dhe ne bukë, o shoku. A do me na shkatru për të njëtën e rëta, qëta që da edema. Kena tonë në mjë të fuqishëm. Su po në mjë bu. Se ka në shkatru shtarë të Por qef bojti. E provojmë në një. Dhe ja marrën bashkëpunimit ti të më vdekshin në rap. Dhe ja marrë se këta je për se ha zemrën më të mira këti të shokë. E rëpë shpi. Dhe ja marrë me rep shpije. I kam thënë edhe në privat, amon ma epi kongi, kam thënë vajt më futi në strat. O vlla, Beska Laku ka qenë humorist, është bë këngëtar. Tjetri ashtu, ma jep dhe mu i dorë, ti i dorë i tjetër, ta, unë vllai. Ja, më kësa. Ajo është se s'do lek nga mu, Arkimeti, e se më vdekshin e rap, veç nga mu s'do lek shky. Foto, kene i pyetje tjetër. Po, kam pyetje tjetër. Ha, Kozak të pyete pak Arkimetin, çfarë mendimi ka për Finemin? po shiko, kur e njoh unë, e njoh pa hyj muzikës fare, kam kupto. E ti vajo të ti më njëfën. A çunat me vlezërit e me kena pasur të përbashkët. A ne të sport, edhe i kam pas tonë, para një viti gjysë ja kam treguar këtë ditë sot, që kështu do shkoj. Ja ke tregu, ha? Po edhe atit, kam thonë, kështu që është para mas një 2 vjetër që tash qoro, dhe jetë të situatë, se u shifte e vrulli. Ta dha? Kurse ty o Kozak Okej. shof, a ti ku të shof ty unë, Dubai duke jetu atje. Majt. Ja, në Dubai. Të si i Dubai. Jo më Kozak. vaj, qa du në Dubai, po si ki në Dubai, kur më vaj, qa du në Dubai? Po ik jetu atje, për një ik ca vite. Që ti në Dubai ikin këta që fshenë, o vaj, që pun kam në Dubai. Unë jam mirë të unë alijas, s'probleme s'ka me njeri, kujt në qafë, si bi, në hak, si bi, kujt, edhe qa njof, flas, bëj mua bet për qef, s'mere me bela, që do ikim, të fshihesh ku ke halë, shoku. E më Kozak, i le 10 vura pa folje në prishës, duatë për. Kozak thot pyte pak stresin, a ka me bënë njëherë bashkëpunim me BM-in? Në Kozak të janë pyetje budaleshe bëti për zotin, s'di, ja u bëjshin vetave këto pyetje, për akim me ata, jo pa akimi i fol atina të rruga ura, jo pa ati të përcelonin a i dit. No pyetja vlla e ma këtë. Që, shtrej pyetjet. Jo më jo, s'ka në qo, jo për ty e kam si, do me bëjmë emisionin, shtrej pyetjet ma. A do mu gjujt ti o lallë për ju skuksit, pa ishe gjujt, a ishe gjujt. Okej. Kozak thot pyte pak Arkimetin, a mbanë Ramazan. E kam majt natën e parë që e kam hapë, edhe nuk kam pas shumë vështirë, tu më nuk shpi se majnë, për edhe natën e A ma parë. Ramazan, ma menat ma Ramazan. Nuk kam mujt me majt, Kozak, tash e hapa, nuk kam mujt, po mundohem edhe une. Po mirë, qa është kjo dita funit që thojnë me majt ata jem E rregull? majmë gjithmonë, pa, jam i rregull. E që ka me besojnë zot atë, s'pres me më gjyku as kusht tjetër përveç atij kuptimin e fjalës, shpresoj për këtë fesë. Kozak thot pyte pak stresin, a ka pas në njerë takim drejt për drejt me Sali Berishën? Në 1997, kur isha klasë parë, klasë 2. E me ka pa shaka, tani i malë, rëf ta ke pas njerë takime të drejt për drejt. Drejt për drejt, 97. Me net me Sali në la, a kupton, tu Po net pra me këtu ta. kam pas 1, 2 hapa. Qa thoshte? Jo, valla ishte se punë të veta, unë kam qenë aty që po fliste, kam qenë, e kam me video, me foto, kam qenë fëmijë.
Aja ke numrin, no? Po. Pa blog është. Jeshi. Leqa. Kozak thotë pyete Arkimet. Çfarë mendon për reperat që bëjnë dise? Do me thënë që dikur ti ke pas qenë ti e burë që ke pas bëhe, sherre, gjona. Çfarë mendimi ke për këta reperat që kanë hyrë tani me këtë rrymën që sherre, dise, zhurmë? Më të bëjnë dise... A krahasohet me kohën e juve? Jo, du me ditë, a krahasohet me epokën e juve? Jo, s'ka shans. Edhe pak jo, s'ka shans. Haloja s'ka ndalë që shqipu të lesh. Ty nëzirë, ma të përparum, që janë të dalë ma të përparum, atë ka qenë tjetër gjanë. Ka pasi koha juja stres, a? Shku është mërë Kozak, po ti se kupto, ti kujto se kemi nejtë gjithë Jo, s'vje mo me rëpë shpi, nojë si stres, Jo, po s'vje mo as i koha dhe jo, të koha Kozaku, del koha Rasaku, del tjetri, me ravdencen edhe ti se s'ki përtaj gjithë jetën këto. Ma merë do të mërë Arkimeti, kam 11.000 veta live i orë, a janë 11.000 veta pa lujt, po hynë këtu s'del marë. Dë dali i ditë, dë dali dikush tjetër si puna jote, ta kam Ka Kozak tjetër, nuk del dotër. Ama men qam ke, rëpt ama men 2018 kur s'kam qenë i famshëm edhe më fusje live. Ama men. Ma e men. Të shpis, kam pas që për qenë i famshëm. Më fus të stresi për herët, i do shë më fut në herë live, më fus të herët. Ako do mu bote e shefi, shia, motra, nova. Ziku mu kisha i. Okej. Të tash s'bojt qefi, thonë qunat. Po dhe tani më bëhet qefi, po tani të kam byra zert, kam vllabur, atëre, Normale se rrit, step by step. Edhe më të vegjës, ti ke qenë më i madh se ne, o vlla, sa vjet ti je 7 vite më i madh se mu. Kur ke qenë ti 30 vjeç, unë kam qenë 20. Po ti e ke tregu vetë. E kështu më Kozak, na i gjo pyetje tjetër të shpejta, kjo më që ku gjallë të më gjatë. Po, El Parubi erdi, o stres. O, Elit, ja u kësha dhe Pyetja radhës është. Elin, Kozak thot, pyet stresin, kam koqe një. cili ka qenë sta je paguar në koncertin e parë. $350.000. Ama po ta është. Kur? Ku? Në Kamës. 350.000 Jo. lekë. Jo, 500 euro ka qenë. Një ka dhonë do. Nuk pa Nuk beltoni. unë gjove, vllai. Ka qenë pa beltoni, këto ishin gjithmonë reperat emergjente të momentit edhe 500 euro ka qenë, jo 350, 500 e maj men. 500. Ja. Koncert në Kamës, thot një. Po ti Kozak, sa ke morë për herë të parë Kozak? Rëpt për herë të parë, nuk do të rrejmë, vdeksh familja. Kam marrë koncerti parë. Koncerti parë, kam marrë 1.000 euro. Asillojimi euro, ti për herë të parë koncert, ke ardhë me mu, mas i kënë zjerë kongët, kom hy, Jo, aty kam qenë pa lek, po, ti më kënë zjerë për herë të parë, ta anë qa zemër, më kënë zjerë. Pra të shi. Ja, po, është e vërtet, më kënë zjerë, me rëftë e motra rave. I ke për kratit, më të kam thonë për herë, pëse ta kam unë dhe jërë poshtën ty, më vdek familja, më thuj i rrasët kam prenë besë për gjithë të vite që më njef, atë kam prenë në jërë në besë. Unë, personalisht. Kur, as kam për të pre edhe në botën tjetër, s'kam për të pre në besë. Tani në botën tjetër se dim, po, këtu jo jërë. Kozak, a kena i pyetje vlaj. Po, kam.
E nditi. Angjon, po s'ke fal mirë o zemra. Hajde, po tani. Tani po. Ah. Kozak, pyte pak stresin. Pse nuk vjen noizi tek emisioni Kozakut o vllai? Si e menon ti si Arkimet ma thuj këtë? Po ma thuj tamamër. Pse nuk vjen më dha i herë për respekt, më dha ka arë gjithë strada, më dha hajde i herë më dha, ta marrim një intervistë. A kupton? A do të vërtet, bëvni gati. Por, Si e mendoj unë? Ha? po, S'ka përtar në herë. po pse? Kështu e mendoj unë. Asnjëherë nuk ka si gjatë pa mundur Arkimetra. Lal. Po pse nuk vjen më arsyeja më vllai, se ka shku për shembull në shumë lloj intervista. Pse nuk vjen tek emisioni? Po marrë ty ti gjon, se më thon më thuj aty. Jo, po thjesht du me të pyet vllai. Jo, më zëma vllai, unë thjesht po të pyes pse? Si? I tha jo goca sot negës, që do një me pi, sa një negja, dyet bulla pata, të që unë nga ma jemë më zoj, sa, piti. Kujtëndarë, më tash. Negja, Emiliano. Me romë shpije. Pse, a ka arë nga Anglia? Po, i tha pata, a duke mi që i to i një kamariero, po piti mua ata, se që unë kamariero. Tani pyetja rrallës është pse nuk e bërë një bashkëpunim me Dudën? Me Dudën si ke punën tërë? Shikoj, jo më njof. Po, e njof që nga ka ra prej Alpës e këtu, për afër shumë djali mirë. Dhe kaq, po s'na ka ra se këtë, si me thonë, këtë tjetër krah, më thonë, muzika ta ne, s'na ka ra. Po mirë unë se ti bo pyetje me spes, po ti a ke hyp këtu live ke thonë ke bo beqe se përmendi Mazin. Jo, se jam të e përmenë personalisht, unë kam thënë për një intervistë me Po që rëndësi ka asë intervistë, a ke bo be? Ti mos ta përmenu një intervistë, po është reper. Ke bo be, Po pra kam bo be, po nëse jam të i thënë e gjë jam të pyet. Ata janë Noizi, Ledri, Finemi, këta repera, për kështë përshin të pysun, për që me të pyet ty? Po të pyeta për këta, i bje kotë. Si ke thonë si janë famë, ha? Jo, famë. O, zëti ma lëka. Për rëpë të motra për famë, TikTok, për kish lashët, kam 12.000 veta, 2 orë të live për burë, si. Qa fame do ti më? 12.000 veta të të pa? Pa shakokën e familjes 10.500 i ke tani, pa lujt venit. Pa lujt venit, 12.000 veta, 10.500 veta, nuk janë pak, është edhe televizion të ke, që punojnë 500 veta për ty, nuk i ke. Famë. Jo ma dha, unë e përmeni se është për të... Hajde nesër ka laqa, këzak, para dite. Orë. A do vesh?